Një punonjës i paraburgimit në Elbasan dhe 2 persona të tjerë janë arrestuar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm në burgje, pas një hetimi për futje të lëndëve narkotike në ambientet e institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, Bradashesh. Personat e arrestuar janë identifikuar si Ndriçim Kroj, punonjës policie në IEVP Elbasan, Esmeralda Komici, familjare e një të paraburgosuri, dhe Gerald Stamolla, i paraburgosur në të njëjtin institucion. Hetimi ka zbuluar se të arrestuarit dyshohet se kanë bashkëpunuar për të futur lëndë narkotike brenda burgut, duke shfrytëzuar lidhje dhe pozicionin e tyre me qëllim përfitimin financiar. Sipas burimeve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në burgje, ky mekanizëm përfshinte mënyra të mirë organizuara për të shpërdoruar rregullat e sigurisë penitenciare dhe për të shmangur kontrollin e punonjësve të tjerë. Autoritetet kanë theksuar se veprimet e tyre përbëjnë shkelje të rëndë të ligjit dhe janë ndërhyrje direkte në funksionimin e institucionit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore, ndërsa hetimet vazhdojnë për identifikimin e çdo personi tjetër të përfshirë në këtë veprimtari të jashtëligjshme.